Rastet e mashtrimeve në Tetov kanë shënuar rritje. Vetëm gjatë vitit 2025 janë shënuar 60 mashtrime në sektorin e punëve të brendshme të Tetovës, 21 raste më shumë se në vitin 2024, apo e shprehur në përqindje rreth 54% më shumë. Nga sektori për punë të brendshme Tetov, thonë se kryesisht këto mashtrime janë bërë përmes telefonatave dhe rrjeteve sociale. Zëdhënësi Fatmire Xhepi thekson se një pjesë e mirë e autorëve të këtyre veprave janë të njohur për organet e rendit dhe drejtësisë dhe se ndaj tyre janë marrë masa të caktuara. Megjithatë një pjesë janë të pagjurmueshëm ende, po pavarësisht kësaj, ai thotë se po punohet intensivisht për gjetjen e tyre. 44 janë me autor të njohur, ndaj të cilëve janë parashtruar parashtesa përkatëse deri në gjykatën kompetence, kurse 16 raste kanë të bëjnë me raste të cilat janë kryer nga autor deri tani të panjohur. Sektori për punë të brendshme Tetov merr masa adekuate lidhur me zbardhjen e të gjitha rasteve të cilat janë raportuar në SPP Tetov. Sipas Xhepit, grupa më e prekur e viktimave të mashtrimeve janë të moshuarit, se ndonjë familjar i tyre ka pësuar aksident, me që rast u kërkohet edhe shumë e konsiderueshme e parave. Apelojmë deri tek qytetarët që të kenë kujdes maksimal në raste kur pranojnë mesazhe nga kompani të ndryshme të transportit të madhrave, nga kryesisht SMS porosi nga postat e Maqedonisë, ku siç dihet kohëve të fundit kemi pat raste të shpeshta të këtyre ku kërkohet që të hashurojnë të dhënat e tyre personale në një link i cili u është dërguar dhe në atë mënyrë automatikisht pra janë dëmtuar duke ndërhyrë në të gjitha akontet e tyre bankare dhe duke zbrazur akontet e tyre apo llogaritë e tyre bankare. Xhepi bën apel që qytetarët të jenë të kujdesshëm, të mos hapin linçe nga numrat të dyshimt dhe të mos japin të dhëna personale, siç janë numrat e xhirologarive, numër të kartelave apo të dhëna tjera online. Kemi raste të shpeshta të raportimeve ndaj komunitetit më të moshuar, pra ndaj personave që janë në moshë të të cilëve ju paraqiten kryesisht nëpërmjet telefonave fiks dhe ju lajmërojnë se të afërm të tyre kanë patur aksident trafiku në të cilën një person i ri apo një fëmijë i mitur ka ndëruar jetë dhe u kërkojnë para me qëllim që të dëmshpërblejnë persona të dëmtuar dhe kështu që edhe ato persona kanë arritur të jenë të mashtruar. Nga policia e Tetovës thonë se çdo viktim e mashtrimit duhet sa më parë që të jetë e mundur ta denoncojë rastin në organet e rendit me qëllim kapjen dhe ndalimin e autorëve.